Në marsin dhe në pritën e vitit 1999, Kuksi u bë shtëpia e dytë e shqiptarëve të Kosovës, ku rreth 800.000 persona u strëhuan në shtëpi, godina institucionesh dhe në kampet që u ngritën për pritjen e tyre deri në 13 qershor 99, kur Kosova u çlirua nga NATO dhe UÇK. Ata si çdo 16 prill kujtojnë me dhimbje terrorin e përjetuar nga ushtria dhe paraushtarakët serb gjatë deportimit me dhunë nga trojtë e tyre, por edhe një thirrje për të dy qeveritë për më shumë komunikim dhe bashkëpunim, ashtu siç e kanë shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë. 26 vjet e kësot, çka do të thotë për ju? Për neve do thosh shumë kjo është. Ndjem kështu të emocionuar në këtë momente se i kena përjetuar në këto momente të vështira kanë qenë me natë tëra kemi udhëtu me traktora me mjetin kam sende pe janinit e këto kur kena orë këto qëto në kanë nalë edhe në kanë zhvesh pe dokumentacionit të unë sende që më në i hub gjuhën këtë neve mësë më ditë ku shina sende. Mirë po tash ndim të relaksun shumë mirë. Ka mundësi edhe për ma mirë se në mirë, po çka ti bësh? Si për ma mirë? Çka për ma mirë, sa mund ne kufirit edhe mund rish kushtet të sene, popullata me kanë pak ma komunikus me zveti. Se do thotë që nuk janë komunikus shqiptarë me zveti? Që do të me kanë vëzërës, tamam kuptimin e plot. Vëzërëki është këtë kjo është shumë ma e shenjtë, mirë, po lenë për të dëshiruar. Çfarë aspekti mungon komunikimi? Ku? Politik, ekonomik, shoqëror, familjar? Përgjithësi. Popullata e ka nivelin, është nivel të lartë. Popullata shembull, kur e di që një i Shqipërisë edhe unë i Kosovës, vllazërisht tim, mirë po udhësia pak të udhësit mirë, po se kemi jetë mikëshyra ta vort. E kemi ndërmend vetë kështu vetë migra mënyrë natyrore. Është kujtim i asaj që nuk mund të harrohet dhe normalisht ne ndjejmë dhimbjen, ndjejmë gjitha ato peripeci që i ka kaluar populli ynë gjatë luftës, sidomos popullata civile që u detyruan të shpërngulen me forcë nga regjimi serb dhe natyrisht në njëjtën kohë dhe bëjmë edhe falënderim për bashkë qytetarët tanë, bashkë kombasit tanë që na kanë mirë pritur, domethënë gjithë këtë popullatë që është vendosur me dhunë gjatë luftës. Pas 26 vite, si është komunikimi mes Kosovës dhe Shqipërisë? Në gjitha aspektet, po mendoj. Mendoj se qytetarët, populli e kanë dhënë provimin qysh para 26 viteve dhe komunikimi është shumë i natyrshëm. Domethënë, ky komunikim është i natyrshëm dhe do të vazhdojë. Mendoj se është niveli më të lartë. Kur një herë më parë, domethënë, nuk kemi pas komunikim më të mirë se tash. Ndërsa politika i ka ato defekte veta që mendoj se duhet t'i reparojë. Ku janë defektet? Po bashkëpunimi ekonomik, bashkëpunimi kulturor, arsimor, në gjitha fushat. Mungon? Mungon. Duhet fuqizohet ky bashkëpunim. Po kujtojmë këto ditë çdo vit me 16 prill vim këtu vizitojmë, tu bomi, shim, i përkujtojmë ato ditë që kemi kaluar natë e nënën. Edhe kështu që kemi qef, vime, kujtojmë, e shohim këtë vend, kemi qëndru 3 muaj ditë, kemi qëndru këtu. Faleminderit për Kukës, për Shqipërisë, na kanë bojë zmet, na kanë majt. Obelisku në Kukës është një simbol i kësaj dite ndërtuar për të nderuar mikpritjen dhe sakrificën e atyre që hapën dyert për të strehuar vëllezërit e tyre kosovar.